Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar mbi një ngjarje që realisht ditën e djeshme më ka emocionuar shumë. Këngëtari i madh, artisti shqiptar Labinot Tahiri, përpos që ka treguar që është një artist me shumë vlera, ai na ka treguar në disa raste që është një njeri me shpirt shumë të madh. Ndonjëherë nuk duhet të bërtasim shumë që vlera jonë të zërë vend, por duhet atë ta bëjmë me vepra që ajo të mbetet në histori. Dhe Labinot Tahiri këtë gjë e ka bërë. Shpat Kasapi, artisti i madh shqiptar, i cili sot e kësaj dite ka lënë plak në zemrën e të gjithë shqiptarëve. Sot e kësaj dite kur përmendet emri Shpat Kasapit, menjëherë i lëshojmë këngët e tij në YouTube dhe në të vërtetë qajmë. Më besoni që qajmë, domethënë na dhimbset shpirti i tij. Shpat Kasapi fatmirësisht, domethënë Zoti me një dorë të merr dhe me tjetrën të jep, në këtë univers ka lënë një trashëgimtar, e ka lënë Roelin. Për një nën, me patjetër për Selvien, nuk është e lehtë që të ballafaqohet me sfidat e jetës. Të jesh vetë nën, vetë baba, është sfida më e madhe që mund të kesh në jetë, por nesër është edhe shpërblimi më i madh që do marrësh nga fëmia jote. Sepse kur ai fëmijë do ta shikon se sa ka sakrifikuar kjo nën për të birin e saj, unë jam i bindur që do ta puthe në ballë dhe do ta falenderojnë gjithmonë. Labinoti në shenjë respekti edhe të zonjës Gjylimser, të nënës së Shpatit, një nën heroike, një nën e cila ka bërë, domethënë ka kaluar të njëjtën sfidë që sot po kalon Selvia, ka rritur 3 fëmijë vetme dhe është bërë nën, është bërë baba dhe ka luftuar që ato fëmijë të shëndrisin të gjithë në format e tyre. Dhe më besonin se futeni në historinë e asaj familje, do të kuptoni që të 3 fëmijët kanë shëndritur me pozicione në jetë të larta, që të 3 kanë rrugë të suksesshme. Labinot Tahiri ka bërë një lëvizje shumë të bukur që ka menduar të kontribon në jetën e Roelit. Jo që Roeli nuk ka mundësi, por që Roeli të ketë edhe pak mundësi më shumë. Të ketë një të ardhme edhe më të bukur. Nga të gjitha dasmat, ai ka vendosur që 150 euro ti kontriboj për Roelin e vogël në shenjë respekti, për Shpat Kasapin, për emrin e tij dhe për personazhin e tij. Këtë iniciativë që ka marrë Labinot Tahiri në shenjë respekti të Shpatit, më besoni, unë dua që ta marrin të gjithë artistët dhe ta bëjnë këtë kontribut vetëm e vetëm për kontributin që Shpati ka dhënë në artin shqiptar, për ato hite që ka sjellur, për ato këngë të bukura që ka sjellur. Dhe le të jetë Labi nisja e gjës më të bukur që po ndodhen. Unë dua ta falenderoj publikisht për këtë zemër kaq të madhe që ka dhe për këtë njerëz që është Labi. Faleminderit që bën disa vepra që ndoshta edhe të tjerëve ju a hap syt.